what does the Word of God say about submissiveness to the government? Is it indeed the will of God that every believer submits to the government regardless of what government we're talking about and whatever they decree? Çfarë na thot fjala e Perëndis për nështrimin ndaj qeverisë? A është vërtet vullneti i Perëndis që çdo besimtar të nështrohet qeverisë, pavarësisht se për çfarë qeverie po flasim dhe çfarë do lloj vendimi që ata nxjerrin? Tani shumë njerëz bazuar mbi këtë pasazh të shkrimit që do të studiojmë gjatë këtij mësimi, do t'ju thonë se po, është gjithmonë vullneti i Perëndis që ju të nështroheni qeverisë. Por nëse e shohim shkrimin me kujdes, do të gjejmë shumë shembuj në Bibël ku individ të ndryshëm, individ të perëndishëm, nuk janë nështruar qeverisë. Dhe më lejoni ta ndaj me ju, se ndërsa i afrohemi gjithnjë më shumë ditëve të fundit, do të shohim se qeveritë do të bëhen gjithnjë e më armiqësore ndaj së vërtetës së Perëndisë. Dhe një ditë do të vijë sundimtari i botës. Do të ketë një qeveri botërore dhe ky sundimtar do të jetë Antikrishti. Dhe është e qartë që ne nuk duhet të bindemi Antikrishtit. Ky pasazh, edhe pse nuk është pasazh profetik, ka disa nënkuptime kohore dhe duhet i kuptojmë siç duhet. Prophetic, it has some end times implications and we need to get it right. So with that said, take out your Bibles and look with me to the book of Romans and chapter 13. The book of Romans and chapter 13. Now, many times when people speak upon this issue, they go... Pasi kemi sqaruar këtë, le të marrim Biblat dhe le të shohim së bashku në librin e Romakëve kapitulli 13. Libri i Romakëve kapitulli 13. Tani shumë herë kur njerëzit flasin për këtë çështje, shkojnë te ky pasazh. Por ja se ku qëndron problemi. Ata marrin në konsiderat vetëm 2 vargjet e para. Dhe nëse lexojmë vetëm 2 vargjet e para dhe nxjerrim një përfundim, do të dalim në një përfundim të rrem. Duhet të lexojmë të gjitha vargjet e këtij pasazhi në mënyrë që të mund ta kuptojmë siç duhet. E përsëris, shohim në të gjithë shkrimin, si në Dhjetën e Vjetër, edhe në Dhjetën e Re, shohim njerëz të perëndishëm që nuk janë bindur qeverisë në raste të caktuara, sepse urdhërimet e tyre dhe ato që kërkonin ata të bënin njerëzit ishin në kundërshtim me vullnetin e Perëndisë, me urdhërimet e Perëndisë. Prandaj, siç na thot edhe Pietri, gjykoni ju nëse është e drejtë që t'ju bindemi juve, ju drejtohet Romakëve. Por ne nuk do të bëjmë asgjë tjetër veç të bindemi Perëndisë. Dhe çfarë bën ata? Ata vazhduan të predikonin. Apostujt vazhduan të predikonin Ungjillin. And what did they do? They continued to preach. That is, the apostles continued to preach the gospel. So, the word of God is most clear. We're called ultimately to pledge our allegiance and to obey and to submit to the leadership of God, not the leadership of man. Fjala e Perëndisë është shumë e qartë. Ne jemi thirrur që në fund të fundit t'i betohemi për besnikëri, që t'i bindemi dhe t'i nështrohemi udhëheqjes së Perëndisë, dhe jo udhëheqjes së njerëzve. Dhe kjo është e vërtetë kur këto të dyja janë në konflikt me njëra tjetrën. E përsëris, ndërsa po afrohemi gjithnjë më shumë drejt ditëve të fundit, do të shohim konflikt gjithnjë më të madh mes asaj që na urdhëron të bëjmë fjalën e Perëndisë dhe atyre që na urdhërojnë qeveritë tona. Pra, me fjalë të tjera, përgatituni për të vuajtur, përgatituni për të përndjekur. Ne duhet jemi të përgatitur për këtë, sepse kjo është saktësisht ajo që do të ndodhë me komunitetin e besimtarëve. E përsëris, le të shohim bashkë tek Romakëve 13. Le të fillojmë me vargun 1, ku lexojmë: çdo njeri. Këtu përdoret një shprehje në hebraisht. Shumë herë në Dhjetën e Vjetër, që është shkruar në hebraisht, gjejmë fjalën nefesh, që ka kuptimin shpirt, por mund të nënkuptojë thjesht edhe një qenie njerëzore, një njeri të gjallë. Këtu shohim që i është shtuar një cilësi hebraike fjalës së përdorur në greqisht, që normalisht është fjala shpirt. Por këtu e ka fjalën për çdo individ drejt për drejt. Çdo njeri le të nështrohet pushteteve. Çdo lloj pushtetesh, pushteteve të sipërme. Nëse ndalojmë këtu, është shumë e qartë. Çdo njeri duhet të nështrohet pushteteve të sipërme. E ka fjalën për qeveritë. Every soul to the authorities. What type of authorities? The higher authorities. Let him submit. Now, again, if we just stop there, it's very clear. Everyone must submit to the higher authorities, meaning governments. But the Word of God is continuing. It is not the end of the matter at the end of this passage. So look again. Por fjala e Perëndisë vazhdon. Nuk është këtu përfundimi i pasazhit. Le ta shohim sërish.
Çdo njeri le të nënshtrohet pushteteve të sipërm, sepse nuk ka pushtet veç se prej Perëndis. E përsëris, nëse e mbyllim këtu, na le të kuptojmë se çdo qeveri është vendosur nga Perëndia. Ajo që duhet kuptojmë është kjo, që Pali po flet në mënyrë të përgjithshme, që çdo besimtar duhet të nënshtrohet pushtetit, dhe kur e bën këtë, kjo e nderon Perëndin. Pra, edhe nëse ajo qeveri nuk është e përsosur, duhet të kuptojmë se është vendosur dhe nëse në përgjithësi, siç do ta shohim atë që do të na thot Pali pas pak, nëse në përgjithësi kjo qeveri imponon atë që është e mirë, ne duhet të nënshtrohemi asaj. E përsëris, sepse nuk ka pushtet veç se prej Perëndis, dhe pushtetet që janë caktuar. Pastaj na thot, janë caktuar nga Perëndia. Pra, në shkrim le të shohim sërish pjesën e dytë të vargut të parë. Dhe pushtetet që janë caktuar nga Perëndia, janë vendosur prej Tij. We ought to generally submit. Again, for there is no authority but from God. And the ones, and it's speaking about these authorities, they are being, and then it says, under God. Therefore, they have been appointed. So in the scripture, look again at the second part of verse 1. And these authorities being under God, they have been appointed. They have been established. Now look at verse 2. So that Tani le të shohim vargun 2. Prandaj, ai që kundërvihet pushtetit, i kundërvihet urdhrit të Perëndis. E përsëris, ai po flet në mënyrë të përgjithshme për qeveritë, që siç do ta shohim pas pak, janë të mira. Dhe çfarë dua të them me këtë? E po, përpara se të përgjigjem kësaj, le të shohim se çfarë na thot shkrimi. Në pjesën e dytë të vargut të dytë ku na thuhet: dhe ata që i kundërvihen do të marrin mbi vete dënimin. Ja se cili është parimi. Perëndia i vendos qeveritë dhe është vullneti i Tij që ne të nënshtrohemi përgjithsisht këtyre pushteteve. Ata janë shërbëtorë të Perëndis dhe janë vendosur aty sepse Perëndia i ka caktuar, në mënyrë që të sigurojnë dhe të sillen në kuptimin e përgjithshëm drejtësi. Prandaj, ai që rebelohet kundër tyre, ai që i kundërvihet një pushteti të tillë, siç na thuhet këtu, ai njeri do të marrë mbi veten e tij ose të saj dënimin. They are a servant of God, and they are there in regard to the ordinances of God, in order to ensure, to bring about, in a general sense, justice. And therefore, the one who is rebelling, the one who, as it says here, is resisting such authority, this one is going to bring upon himself or herself judgment. Now look at verse 3. It's when we get into verse 3. Tani le të shohim vargun 3. Kur arrim në vargun 3, shohim se për çfarë po flet Pali. Kam folur në përgjithësi dhe dikush mund të thotë, kjo nuk është në shkrim. Kur shohim vargjet 1 dhe 2, mësojmë se kjo duhet të jetë absolute. Kjo është e vërtetë. Por kur shohim vargjet 3 dhe 4, kuptojmë se pse kam thënë në përgjithësi. Pse kështu? Le të shohim vargun 3, sepse e prorët skepset i kesh frikë për veprat e mira. Qeveritë për të cilat po flet Pali, të cilat ne duhet i nënshtrohemi, çfarë thot ai? Vargu 3, sepse e prorët skepset i kesh frikë për veprat e mira, por për të këqijat. Ata të cilëve ne u nënshtrohemi janë ata të cilët ndëshkojnë të keqen dhe e shpërblejnë dhe e lavdërojnë atë që është e mirë. Mbani mend se nga ana biblike fjala e mirë nënkupton vullnetin e Perëndis, kurse fjala e keqe nënkupton atë që është në kundërshtim me vullnetin e Perëndis. Pra, qeveritë të cilave jemi thirrur që të nënshtrohemi plotësisht janë ato që imponojnë të mirën dhe ndëshkojnë të keqen. Këtyre qeverive jemi thirrur që të nënshtrohemi. A do të thotë kjo që ato duhet të jenë të përsosura? Jo, por në mënyrën e përgjithshme, nëse ato përgjithsisht imponojnë atë që është e drejtë, atë që është e mirë, atë që lidhet me vullnetin e Perëndis, atëherë ne duhet të nënshtrohemi atyre plotësisht. Por çfarë ndodh? Dhe do të kalojmë te kjo. Çfarë ndodh kur një qeveri bën të kundërtën e këtyre? Pali do të flasë për këtë pas pak. Le të shohim sërish vargun e 3, sepse e prorët skepset i kesh frikë për veprat e mira, por për të këqijat. A do, pra, të mos i kesh frikë pushtetit? Cila është përgjigja? Nëse nuk doni ta keni frikë pushtetin, ai thot, bëj të mirën dhe do të kesh lavdërimin nga ai. E ka fjalën për qeverinë. Pra, çfarë na thotë që të bëjmë? Nëse nuk duam që të kemi frikë autoritetit, atëherë duhet të bëjmë të mirën dhe do të marrim lavdërime. Pra, qeveritë për të cilat ai flet këtu, në vargun e parë dhe të dytë, janë qeveritë që e lavdërojnë sjelljen e mirë dhe prandaj
Ato janë një kërcënim dhe ngjallin frikë te ata që bëjnë atë që është e keqe. For the rulers, they are not a fear to good works, but to evil ones. But you desire not to fear the authority. What's the response? If you don't want to fear the authority, he says, good, do. And you will have praise from it, meaning from that government. So what does he tell us to do? If we don't want to fear them, then do good and you will have praise. So the government that he's talking about here in verses 1 and 2 are the governments that praise good behavior. And obviously, they are a threat, that is a fear to those who are doing that which is evil. Now look at verse 4. For a servant of Tani le God të shohim vargun 4. is he Sepse prori është shërbëtori i Perëndis për ty për të mirë, pra për vullnetin e Perëndis. Këtë kuptim ka fjala e mirë në Bibël. Por, po të bësh të këqija, druaj. Edhe një herë po na thotë se kjo qeveri për të cilën ai po flet, të cilës ne duhet i nështrohemi dhe që është shërbëtori i Perëndis, është ajo qeveri që e ndëshkon të keqen dhe lavdëron atë që është e mirë. Por lind pyetja, çfarë ndodh kur kemi një qeveri që bën të kundërtën e kësaj? Që mbron atë që është e keqe dhe ndëshkon atë që është e mirë. Është qartë që në shkrim shohim shumë shembuj, ku gjejmë burrat perëndishëm dhe gratë perëndishme që kanë kundërshtuar qeveri të tilla dhe nuk kanë rënë dakord me ligjet dhe urdhërimet e qeverive, sepse besnikëria e tyre nuk është ndaj njeriut, por ndaj Perëndis. Aty ku nuk ka konflikt të tillë, ne jemi thirrur që të jemi të nështruar dhe ta njohim pushtetin. Si duhet ta njohim? Për këtë do të flasim pas pak, por ai na i bën shumë të qartë këtë. Pushtetet për të cilat ai po flet këtu janë ato që i ndëshkojnë keqbërësit dhe i lavdërojnë ato që bëjnë të mirën. Le të shohim sërish në vargun 4, ku ai na thot, sepse e prori është shërbëtori i Perëndis për ty për të mirë, por po të bësh të këqija, druaj, sepse nuk e mban kot shpatën. Pra ai ka një shpatë dhe nuk e mban më kot atë shpatë, por për ndëshkimin. E kujt? Për ndëshkimin e të keqes. Le të shohim se çfarë na thot në mes të vargut të 4, ku na shkruhet, sepse ai është shërbëtori i Perëndis. Për çfarë qëllimi? Hakmarrës plot zemërim kundër atij që bën të keqen. Nuk e di se si mund ta shohim këtë pasazh dhe të mos e kuptojmë se çfarë po na thot Pali. Ai po na thot se përgjithsisht ne jemi thirrur që të nështrohemi pushteteve. Të gjithë pushteteve? Jo, autoriteteve që ndëshkojnë të keqen dhe lavdërojnë atë që është e mirë. Dhe për sa i përket këtyre qeverive, do të shohim se sa më shumë që i afrohemi ditëve të fundit, dhe nëse jetoni gati në çdo vend sot, po shihni se ai vend po bëhet gjithnjë më keq. Gjithmonë më shumë armiqësor ndaj urdhërimeve të Perëndis. Për shembull, ne shohim në Shtetet e Bashkuara se po bëjnë gjëra të këqija në mbështetje të homoseksualitetit, që po bien dakord me këtë mashtrim dhe falsitet të transgjinive. Po bëhen shumë gjëra që janë kundër kujt? Kundër asaj që na mëson fjala e Perëndis. A jemi thirrur që të mbështesim këto gjëra? Në asnjë mënyrë. Ne qëndrojmë kundër tyre. Ne nuk bëjmë atë që është e padrejtë. Do të shohim se Pali do të na mësojë shumë qartë se çfarë duhet të bëjmë dhe se si ta përdorim të vërtetën e Perëndis në jetën tonë. To all authority? No, to the authorities that punish evil and praise that which is good. And again, those governments, and again, we're going to see as we move closer and closer to the last days, and if you live in about any country today, you are seeing that country become more and more wicked, more and more hostile to the commandments of God. We see, for example, in the United States, we see that they are doing wicked things in supporting homosexuality, that agrees with this transgender deceit and falsehood, many things that are against what the Word of God teaches. And are we called to support these things? We are absolutely not. We stand against it. We do not behave that which is unrighteous. And we're going to see that Paul is going to teach us very clearly what we should be doing and how we should be implementing the truth of God into our life. Look now to verse 5. We read, therefore,
Tani le të shohim vargun 5. Lexojmë. Prandaj është e nevojshme të nënshtrohemi, jo vetëm nga druajtja e zemërimit, që do të thotë që të mos e bëjmë vetëm për shkak të frikës nga ndëshkimi, por edhe për arsye të ndërgjegjes. Çfarë do të thotë kjo? Kemi folur edhe më parë për fjalën ndërgjegje. Dhe e dim që më përpara në librin e Romakëve na thuhet se Perëndia i ka dhënë çdo njeriu një ndërgjegje dhe përmes kësaj ndërgjegje Perëndia na tregon në mënyrë të përgjithshme vullnetin e tij. Përmes ndërgjegjes ne mund të mësojmë në përgjithësi atë që është e duhur dhe atë që është e gabuar, atë që është e mirë dhe atë që është e keqe, atë që është sipas vullnetit të Perëndisë dhe atë që është kundër vullnetit të tij. Pse them në përgjithësi? Po, sepse ajo që është superiore mbi ndërgjegjen është fryma e shenjtë. Kur ju e keni atë në jetën tuaj që ju drejton, e kam fjalën për frymën e shenjtë. Kur ai ju bind, Bibla na thotë se ai është mësuesi i drejtësisë. Ai do t'ju zbulojë të gjithë të vërtetën. Pra kur fryma e shenjtë banon në jetën tuaj, dhe frymën e shenjtë mund ta merrni vetëm nëpërmjet besimit tek Ungjilli, duke pranuar Mesian në jetën tuaj. Dhe kur e bëni këtë, atëherë fryma e shenjtë do t'ju drejtojë në një mënyrë më superiore se ndërgjegja. Por këtu na flet në mënyrë të përgjithshme, që ne jemi thirrur që të nënshtrohemi, jo vetëm sepse nuk duam që të ndëshkohemi, por sipas ndërgjegjes. Pra ne duhet të bijmë dakord me Perëndin që këto gjëra janë të drejta. So having the dwelling of the Holy Spirit in your life, and you can only receive the Holy Spirit by faith in that gospel, receiving Messiah into your life. When you do, then the Holy Spirit is going to lead you in a more superior manner than the conscience. But he says here in a general way that we are called to submit, not just because we don't want to be punished, but according to the conscience, meaning that we need to agree with God that these things are right. Now verse 6. For on account of this, Tani le të kalojmë në vargun 6, sepse për këtë paguani edhe tatimet. Fjala e përdorur këtu për paguani nënkupton plotësinë. Ju duhet që t'i paguani të gjitha detyrimet tuaja, të gjitha detyrimet financiare ndaj qeverisë. Pse? Po, këtë na i tregon në vargun 6, sepse ata janë shërbëtorë të Perëndisë, që i kushtohen vazhdimisht këtij shërbimi. Që do të thotë se edhe një herë Pali nuk po flet për çdo qeveri, por ai po flet specifikisht për një qeveri që është në përputhje dhe që bën ato gjëra që janë të duhurat, ato gjëra që i mbrojnë njerëzit, siç është policia dhe ushtria, edhe gjykatat që në kontekstin e përgjithshëm mbështesin drejtësinë. Ne kemi një ligj natyror që është shumë i ngjashëm, jo plotësisht i njëjtë, por i ngjashëm me ligjin e Mojsiut, dhe në këtë mënyrë ne e kuptojmë se të vjedhësh nuk është gjë e mirë, që vrasja nuk është e mirë, dhe që gënjeshtra nuk është mënyra e duhur për të folur. Pra kemi disa ligje natyrore që në pjesën më të madhe, sipas ndërgjegjes së njerëzve, të shumicës së njerëzve, ata bien dakord që këto gjëra janë të duhurat. Dhe shumica e qeverive, deri në një farë shkallë, ato i përqafojnë këto gjëra. Ato i ndëshkojnë ata që vjedhin, i futin në burg ata që vrasin, ose ushtrojnë edhe ndëshkim kapital mbi ata që marrin një jetë. Kemi këto parime të përgjithshme brenda qeverive, të cilat i shohim të pasqyruara edhe te ligji i Perëndisë. Dhe prandaj për shkak të kësaj, ne jemi thirrur që të nënshtrohemi. Por dua ta përsëris, se kur qeveria është armiqësore ndaj gjërave të Perëndisë, kur ata ndëshkojnë atë që është e mirë dhe shpërblejnë të keqen, padyshim që ne jemi thirrur që të qëndrojmë kundër. Për shembull, Danieli, kur doli një dekret që askush nuk do t'i lutej Perëndisë së Izraelit, por vetëm shëmbëltyrës që u vendos aty, çfarë bëri Danieli? Siç e kishte traditë ai, 3 herë në ditë ai drejtohej nga Jeruzalemi dhe lutej. Dhe kur doli dekreti që kjo ishte jashtëligjshme, a ndaloi Danieli? Jo, nuk ndaloi. Dhe në të gjithë shkrimin shohim shembuj të njerëzve që nuk i nështruan urdhrave qeveritar të paperëndishëm, por i qëndruan besnik Perëndisë. Dhe siç e thash, kjo do të jetë më e rëndësishme në ditët e fundit, kur qeveri pas qeverie dhe në fund Antikrishti të sundoj. Jemi sërish në vargun 6, sepse për këtë paguani edhe tatimet, sepse ata janë shërbëtorë të Perëndisë, që kushtohen vazhdimisht këtij shërbimi. When there was a decree that one could not pray to God, the God of Israel, but only to the image that was set up, what did Daniel do? As his tradition was, he would 3 times a day go and face Jerusalem and pray. And when there was that decree that was outlawed, did Daniel stop doing it? No, he did not. And we see over and over in the scripture examples of individuals that did not submit to ungodly governmental decrees, but remained faithful to God. And as I said, this is going to be more important in
the last days, when government after government and ultimately the Antichrist is ruling. Again, verse 6. For on account of Vargu 7. Jepni pra secilit atë që i takon, tatimin atij që i përket, druajtje atij që është për tu druajtur, nderimin atij që është për nderim. Pra na i bën shumë të qartë që nuk duhet i kemi borxh askujt, por që me prullësi, me bindje dhe me nënshtrim të nështruar t'i japim të tjerëve atë që meritojnë. Taksat atyre të cilëve duhet t'u paguajmë taksa. Pagesa atyre që duhet t'u bëjmë pagesa. Por edhe që t'i nderojmë dhe t'i druajmë ata që meritojnë respektin dhe nderimin tonë. Kjo është ajo që po na thot Pali. Ne duhet jemi të bindur ndaj këtyre gjërave, por e përsëris që kjo është në lidhje me qeveritë që qëndrojnë për atë që është e mirë dhe që janë në kundërshtim me gjërat që janë të këqija. Por siç po e shohim sot, kudo rreth nesh, qeveri pas qeverie po kthehet te paudhësia. Prandaj ne jemi urdhëruar nga Perëndia që të bindemi gjithmonë atij. Taxes to those that we should pay taxes, tribute to those that we should pay tribute, and also to honor or fear those that deserve our respect and our honor. That is what Paul says. And we should be obedient to these things. But again, this is in regard to governments that stand for that which is good and are in opposition to things that are evil. But as we're seeing today, all around us, government after government is turning to wickedness. And therefore, we are commanded by God to always obey Him. Let's look at this last verse that we're going to deal with in this lesson, verse 8, because it's most informing. He says once again about... Le të shohim vargun e fundit që do të trajtojmë gjatë këtij mësimi. Vargun 8, sepse është shumë informues. Ai na thot sërish që të mos i detyrohemi askujt. Ai thot, mos i keni asnjë detyrim askujt, përveçse, dhe është shumë e rëndësishme ajo që ai na mëson këtu. Ai thot, përveçse ta doni njëri tjetrin. Kur dëgjoni, doni njëri tjetrin. Çfarë duhet ju vi ndërmend? Kemi urdhërimin që e gjejmë te libri i Levitikut, ku na thuhet, duaje të afërmin tënd por si vetveten. Shohim në të gjithë shkrimin se ky është një urdhërim themelor që Perëndia na i jep, që të duam njëri tjetrin. Ajo që mësojmë këtu është ajo që Pali na mëson te libri i Galatasve. Kemi urdhërimin për ta dashur njëri tjetrin. Ky është karakteri i urdhërimeve të Mojsiut. E kam thënë shumë herë dhe do ta përsëris sërish tani, se kur shohim ligjin të cilin na i mëson Mesia, kur e pyeten se cili është urdhërimi i madh, ai foli për dashurinë. Ta duash Perëndin me gjithë zemrën tënde, me gjithë mendjen tënde dhe me gjithë qenien tënde. Pastaj ai thotë se një urdhërim i dytë është i ngjashëm me këtë. Do të thotë se ai ishte urdhërimi i dytë jo nga rendi, por nga rëndësia. Dhe cili është ky? Via hafta la reaha kamoha. Duhet të afërmin tënd për si vetveten. Që të dy këto, qoftë kur flasim për të parin, via hafta et Adonai Elohehav vel ovih vekof nav shekah u bekoh neodeha, që do të thotë të duash Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Dhe ky është urdhërimi i parë. Dhe si fillon? Via hafta. Dhe urdhërimi i dytë, via hafta lare aha kamoha. Fillon në të njëjtën mënyrë, duaje. Pra, kur kemi të bëjmë me themelimin e urdhërimeve të Mojsiut, cili është ky themel? Të duash, së pari dhe më e rëndësishmja, e duam Perëndin. Dhe si tregojmë këtë dashuri për Perëndin? Duke e dashur të afërmin ton, duke i dashur të tjerët. Pra, arsyeja pse un kam dashur është se kam kuptuar se Perëndia më deshi i pari. Siç na thot shkrimi, kur ne ishim ende mëkatar, të humbur në mëkatet tona, Perëndia e tregoi dashurinë e tij për ne. Si? Duke dërguar birin e tij të vetëm lindur, Mesia Jeshuan, Jezus Krishtin, në këtë botë që të paguante çmimin për të gjithë mëkatet e mia dhe të gjithë mëkatet tuaja. That God first loved me. As the scripture says, when we were still sinners, lost in our sins, God demonstrated His love for us. How? By sending His only begotten Son, Messiah Yeshua, Jesus Christ, into this world to pay the price for all of my sins and all of your sins. As John says in his first epistle, for the sins of the world. There is no concept biblically about some limited atonement. That is a lie from... Si thot Gjoni te letra e tij e parë, për mëkatet e botës. Biblikisht
Nuk ka ndonjë koncept për shlyerjen e kufizuar të mëkatit. Kjo është një gënjeshtër nga teologjia e reformuar. Ajo që Shkrimi thotë është kjo, se Perëndia e deshi aq botën, të gjithë botën, sa i donte të merrej me të gjithë mëkatin. Dhe si e bëri këtë? Duke dërguar birin e tij të vetëm lindur në këtë botë, për të paguar çmimin, për të derdhur gjakun e tij, që të vdiste dhe të merrte mbi vete gjithë ndëshkimin për shkeljen e ligjit. Por çfarë dim ne? Që vdekja nuk mund të kishte fitore mbi të drejtin dhe prandaj ai u ringjall prej së vdekurish, duke treguar kështu të njëjtën fitore në jetë, që ne mund të marrim nëpërmjet besimit tek ai. Dhe kur e bëjmë këtë, ne do të bëhemi një krijesë e re. Dhe çfarë na zbulon Bibla? Si krijesa të reja, ne do të ecim në frymë dhe jo në mish. Dhe rezultati i kësaj është se, siç thotë Pali më herët në këtë letër, në kapitullin 8 vargu 4, ne do të përmbushim drejtësinë e ligjit. Për këtë e ka fjalën këtu në vargun 8. Le ta shohim sërish. Mos i keni asnjë detyrim askujt, përveç se ta doni njëri tjetrin. Sepse ai që do tjetrin, vini re se çfarë na thot, e ka përmbushur ligjin. Pra kur shohim Shkrimin, mësojmë diçka shumë të qartë, që duhet ta duam njëri tjetrin, sepse Perëndia na deshi i pari. Ne kemi marrë dashurinë e Perëndisë në jetën tonë. Dhe tani ne kemi aftësinë, përmes frymës së Perëndisë, që të jetojmë sipas urdhrit të Perëndisë dhe të demonstrojmë karakterin e Perëndisë, duke i dashur të tjerët ashtu si vetveten. Dhe kur e bëjmë këtë, ne përmbushim ligjin. Sepse karakteristika kryesore e ligjit të Perëndisë, dhe këtu kam fjalën për ligjin e Mojsiut, kjo është dashuria. Shohim që në fillim Izraeli u çlirua në Egjipt, dhe pasi dolën që aty morën ligjin. Pse? Sepse përmes nënshtrimit dhe udhëzimeve të Perëndisë, ne mund të shprehim dhe të tregojmë shpengimin që ne kemi marrë me anë të besimit. Na mbaroi koha, por takohemi javën tjetër. Shalom nga Izraeli. I'm speaking about the law of Moses is love. And we see that first Israel was redeemed in Egypt. Then they came out and received that law. Why? It is through submissiveness to the instructions of God that we express and show the redemption that we have received by faith. Well, I'm out of time until next week. Shalom from Israel.